Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo fjalë peshon rënd dhe çdo deklarat mund të kthehet në stuj, një moment i papritur trazoi qetësinë e banorëve. Gjatë një bisede të tensionuar, Bia hodhi një deklarat që ngriti menjëherë dyshime, reagime dhe heshtje të rënda mes banorëve. Sipas asaj që Bia pretendoi, Alba jashtë shtëpisë ka një fëmijë, për të cilin tha se kujdeset bashkëshorti i saj nga martesa e mëparshme. Kjo fjali, e thënë brenda mureve të shtëpisë, u përhap me shpejtësi dhe solli një atmosferë të rënduar. Disa banorë mbetën të shtangur, të tjerë u pan të shqetësuar, ndërsa disa zgjodhen të mos reagojnë, duke kuptuar peshën e madhe që mbartin fjalë të tilla. Deklarata e Bias nuk u shoqërua me prova apo detaje të tjera, por mjaftoi për të ndezur debat. Në Big Brother Kosova, kufiri mes lojës dhe jetës private është tepër i brisht, dhe ky moment e dëshmoi edhe një herë sa lehtë mund të tejkalohet. Pyetja që u ngrit në shtëpi nuk ishte vetëm a është e vërtetë, por edhe a duhet të flitet për jetën personale jashtë lojës. Alba, edhe pse nuk ishte e pranishme në atë bisedë, u kthye në qendër të vëmendjes pa qenë aty për të dhënë versionin e saj. Kjo situatë nxori në pah një nga anët më të ashpra të Big Brotherit, fuqinë e fjalës dhe pasojat që ajo sjell. Një fjali e vetme mund të dëmtojë imazhe, të ngjallë gjykime dhe të krijojë ndarje. Ky episod ndezi edhe diskutime mes publikut, duke hapur një debat më të gjerë, deri ku shkon loja dhe ku duhet të ndalet. A është e drejtë që histori personale, të pakonfirmuara, të përdoren si armë strategjike? Apo kjo është pjesë e natyrës së një formati ku çdo gjë shihet dhe dëgjohet? Big Brother Kosova vazhdon të tregojë se nuk është vetëm një lojë nominimesh dhe strategjish, por edhe një pasqyrë e karaktereve, e përgjegjësisë së fjalës dhe e kufive moral. Deklarata e Bias mbeti pezull në ajër, duke lënë pas tension, dyshim dhe shumë pikë pyetje, pikërisht ato elemente që e bëjnë këtë lojë kaq të fortë dhe